Çdo gjuhë është një derë dhe Renau e ka qelësin e këtyre dyrëve. Renau, shkolla e gjuhëve përmes të cilës e filloni suksesin. Përshëndetje. Mirë se ardhni në Renau. Mirë se ju gjatëm. Studentët të cilët kryejnë kurset ose trajnime të ndryshme në Renau, po ashtu përveç benefiteve që i kanë nga kurset e gjuhëve apo trajnime të ndryshme, i ofrojmë edhe mundësi të ndryshme, qoftë praktike apo mundësi punësimi. Përmes gjuhëve zakonisht kemi marrëveshje me disa kompani që kërkojnë punëtor në call center, ndërsa përmes trajnimeve, projekt cilin e kemi fillu kohëve të fundit, për trajnimet të tjera jashtë kurseve të gjuhëve, si dizajn grafik, marketing digital, programim, kemi disa bashkëpunime me disa kompani, të cilat do të mundsojnë studentëve tanë që t'i kryejnë praktikat, por edhe do të kemi mundësi punësimi. Përmes këtyre projekteve dhe këtyre bashkëpunimeve, do të jetë një lehtësim shumë i madh për studentët, që përveç investimit në njohuri të gjuhëve apo të trajnimeve, do të kenë edhe mundësi që atë dituri, atë punë dhe angazhim që kanë pasur gjatë muajve në kurse trajnime, ta shndrojnë edhe në punësim, po ashtu kemi edhe kurse të ndryshme të cilat në fakt janë plotësisht pa pagesë për studentët, si për shembull kursi i gjuhës gjermane për infermier, për nivelin B1 dhe B2, i cili ju mundson dhe i mundson studentëve që të aftësohen më shumë në profesionin e tyre dhe pastaj të jenë më të aftë dhe më të përgatitur për tregun e punës. Në Renau kemi filluar në vitin 2019, e para kësaj date ne vetë kemi qenë duke ofruar kurse private në gjuhën angleze. Mirëpo në bazë kërkesës, domethënë që është rrit kërkesa, mandej kemi filluar edhe me gjuhën gjermane, gjuhën turke, frënge, e kështu me radhë. Sot numërojmë 10 gjuhë të huaja që i ofrojnë domethënë për mësim. Këto domethënë përfshihet edhe gjuha shqipe. Mësimin e ofrojmë online dhe fizikisht. Domethënë gjatë kësaj kohe për vitin 2019, mësimi online në atë kohë në fakt nuk ka qenë i njohur në vendin tonë, mirëpo me kohën sigurisht edhe pas pandemisë vetë se është bërë më i njohur. Gjatë këtyre 5 viteve kemi ofruar mësim online dhe më pas në vitin 2023 e kemi hapur edhe qendrën e parë në Prishtinë, rrugën Muharrem Feza, që ne realisht jemi duke planifikuar me hapë edhe qendrën e dytë në Fushë Kosovë. Kurset ofrohen orare të ndryshme, paradite, pasdite dhe në mbrëmje për të gjitha moshat. Pavarësisht që jemi edhe fizikisht, mësimi online domethënë ende po dominon. Kështu që si Renau e kemi hap një platformë unike ku studentët tanë edhe mësimdhënësit domethënë zhvillojnë komplet mësimin në këtë platformë. Në këtë platformë dërgohen gjitha aktivitetet, materialet shtesë, testet, komunikimi mes mësimdhënësit dhe studentit, edhe gjitha domethënë zhvillohen në këtë platformë që kemi krijuar ekstra për studentët tanë. Gjithashtu, domethënë për ruajtjen e cilësisë, përdorim mekanizma të brendshëm, ku e kemi edhe koordinatorin e cilësisë, i cili mirret me ruajtjen e cilësisë të mësimit në përgjithësi, sigurisht vlen cekë që edhe gjithë mësimdhënësit tanë janë të kualifikuar duke ruajtur cilësinë e një ore mësimore, domethënë në tërësi në një nivel të lartë. Për ta bërë mësimin edhe më atraktiv, i kemi tabelat smart në secilën klasë, ku studentët zhvillojnë aktivitete të ndryshme, kuize, lojra e shumë tjera që domethënë gjatë orës mësimore nuk përziten edhe mësojnë përmes lojës. Më kryesorja është feedbacku i studentëve, domethënë kjo që na motivon neve për me vazhdu punën matutje dhe me përmirësu çdo herë më shumë. Në Renau mësova më shumë se gjuhë. Fitova qelsën për të komunikuar me botën. Mëson një gjuhë, mëson një kulturë të re. Eja në Renau dhe bashkohu me ne. Gjuha që mësoj këtu është arma ime për të ndërtuar të ardhmen. Renau nuk është thjesht shkollë gjuhe. Është vendi ku guxon të flasësh. Ka bën pa frikë dhe rritesh me çdo fjalë të re.